kryetari i Bashkisë Tiranës, duke filluar me më kryesorin që është Klotilda Bushka, besoj që është edhe njeriu më i afërt i tij, apo për mos thënë pjesë të tjera Plarendeca, Toni Gogu, nuk po arri gjej në ideja është që njerëzit e Veliajt janë në këtë listë, po asnjë nuk është në listë të sigurt. Mirë Xhafaj që për cilën herën e fundit të gjithë thanë që mbështetja kryesore që ju dha nga Erjon Veliaj e nxori të thyen te Hersin, ka edhe emra të tjerë, domethënë unë mendoj që vetë kryetari i Bashkisë ka patur një grup parlamentar, në një mini grup parlamentar me 7 apo 8 mbështetësish të tij në këtë sesion. Ky sesion parlamentar, 7 ose 8. 7 ose 8. I ka pasur mbështetës të cilët të gjithë tani janë në listën e hapur. Po duke qenë se 12 janë në listë mbyllur. Të kjo 12 që e listës mbyllur nuk shoh asnjë të Veliajt. Jo, s'ka Spiro Pali. Spiro Pali mund të konsiderohet, po... Si? Elisa Spiro Pali? Po kanë qenë bashkë të mjafti Sokol, prandaj po them. Okej, vazhdojmë me pyetjen tjetër. Thjesht. Jo, ajo që të bën përshtypje është që nuk kemi njerëz të Veliajt, i kemi të gjithë tek lista e hapur. Të gjithë, duke filluar të gjithë, pa përjashtim, ata që mbështeten nga kryetari i Bashkisë së Tiranës janë listë hapur. Dhe kjo është një logjik e cila Rama, pak a shumë, thot maksimalizon votën e tij, duke mos patur asnjë rrjedhje për goditjen e kryetarit të Bashkisë nga drejtësia. Kjo është strategjia. Po, dhe i kërkon të votojnë për të mos patur rrjedhje. Nëse maksimalizohet vota dhe nëse mendojmë se Veliaj është një faktor politik shumë i rëndësishëm, nëse e shikojmë në këto premisa. Tani gjithë secili ka atë mendimin e vet, po unë mendoj që është një faktor. Unë edhe në optikën time është një njeri me potencial dhe peshë politike jashtëzakonisht. Për mua është i dyti në Shqipëri, në Partinë Socialiste nuk ka diskutim, po edhe në Shqipëri aktualisht për peshën që ka. Ajo që them unë është kjo që potenciali politik i njerëzve që mbështesin Veliajin, domethënë do të materializohet në 4-5 deputet nesër nëse. Po këto 4-5 deputet janë njerëz që mund ta bllokojnë politikisht Edi Ramën. Këtë po them. Nuk e di, por ti mos harrojmë fare qartë që ata që drejtojnë organizatat e Partisë Socialiste, degët e lagjeve të njësive administrative të Tiranës, janë të përzgjedhurit e Veliajt. Nuk janë të përzgjedhurit e Partisë Socialiste. Sepse i ka qenë drejtuesi. Tirana është e Veliajt, nuk ka... Drejtuesit politik janë të zgjedhur, ata mund të orientohen në votën e tyre, në votën preferencial, tek të përzgjedhurit e kryetarit të Bashkisë. Unë kështu e mendoj. Nuk është se kuptoj shumë nga politika, kuptoj që ajo që të parë me shumë vëmendje, se kemi kohë 2 muaj për ta parë, është se kur zotit Veliaj do t'i jepet mundësia për të kryer një proces të tretë për ndryshimin e masës së tij të sigurisë. Në gjykatë të lartë. Gjykatë të lartë. Që normalisht gjykata mblidhet dhe për 30 ditë, mblidhet dhe për 180 ditë. Është vlerësimi i gjykatës. Vlerësimi i gjykatës. Dhe këtu duket domethënë vullneti. Brenda këtyre 30 ditëve nuk mund të mblidhet. Por besoj që rekursi mund të bëhet të hënën. Në mos është bërë që sot është ditë pushimi. Dhe tani rekursi që do të bëhet, mund të bëhet edhe brenda 30 ditë nga dita që bëhet rekurs, dhe njoftohet rekursi, po mund të bëhet siç u bë dhe zotit Medha mas 180 ditësh. Për zotin Medha zgjati 6 muaj nga dita e arrestimit. Edhe ju zgjat, jo shumë në fakt, po diku tek 4 muaj pasi ai bëri kërkesën për rekurs në gjykatën e lartë dhe normalisht ju rrëzua. Kjo është e gjithë koncepti se si e shohun. Çfarë përplasje do kenë në këtë, ajo pastaj është një tjetër
Tjetër histori për një arsye. E para unë nuk mendoj që Partia Socialiste do ta ruaj kuotën e deputetëve të cilët e ka patur përpara 4 vitesh. Edhe faktor për këtë mendoj, duke parë sondazhet gjithmonë, faktor për këtë mendoj që do jenë partitë e vogla. Tani nisma thurje apo Partia Lëvizja Bashkë. Nuk mendoj se në votat që do marrin janë votat cilat i përkasin elektoratit blu. Sepse këta të dy bashkë më shumë kanë sulmuar opozitën në tërësi, se sa kanë sulmuar në fakt qeverinë. Absolutisht i kanë përmendur disa defekte qeverisë, oligarkëve etj, por në pjesën më të madhe kanë sulmuar opozitën për ta zvendësuar ata opozitën. Është dialektik normale. Domethënë është politik lejohet, interes më. Çfarë është politika kur thot nuk kam interesa personale, është një gënjeshtar i madh. Interes personal më është. Nuk është asgjë tjetër përveç interesit personal. Dakor. Tani kush e beson që Rama thot nga që unë siki se populli nuk më lë, ta besoj, nuk është. Kush mendon që i largohet, për shembull, nuk është në listën e deputetëve, dhe një 30 veta u largun me njëherë gjithë në një parti tjetër. Për interes personal kishte më? Për të pretenduar parlamentin? Kur i dëgjoj që thonë se e bëj për Shqipërinë, po s'ka nevojë më Shqipëria. Mos e bëj. Gjithë e përdorin. Tani politikë është dhe ajo që ti drejtor, se nuk mund t'i thuash popullit që unë kam një interes personal në... Po kjo kuptohet. Shej që nuk ka interesa personal në politikë. Po spate do të thotë që s'kupton politikën dhe je rasisht, do ikesh dhe rasisht. Sokol, te kjo listë, edhe pse thash nuk është se je ndër apo nuk e ke fokus politikën, por gjithsesi te kjo listë, se unë mendoj që kjo listë është Chelsea i gjitha zhvillimeve, ashtu si ty. Unë e shikoj, domethënë, edhe dënimin. Ka dhe disa zhvillime të tjera, sepse pjesa më e madhe e atyre që drejtojnë institucione të rëndësishme për momentin në Shqipëri janë futur në listë dhe që janë dhe objekti SPAK-ut. Dhe që unë mendoj që kryesisht Partia Socialiste, të gjithë të hetuarit nga SPAK dhe ata që kanë probleme me hetimet, i ka futur në listat sigurta. I ka futur në listat sigurta për të dhënë imunitet. Këtu kemi një përjashtim, vetëm me zonjën Bushka dhe me zonjën Xhaçka, që Rama vendos t'i lërë në listë hapur. Se janë objekt hetimi në... Po edhe Gjylameti më duket. Apo si këtu Gjylameti? Jo, është, po nuk është objekt. Se ka thirrur ndonjëherë. Nuk di ta ketë thirrur ndonjëherë. SPAK nuk ka patur kur. Jo, nuk ka patur kur një post. S'ka patur kur një post për tu thirrur. Jo, Manastirliu. Manastirliu, po ajo është në listë mbyllur. Manastirliu është në listë mbyllur. Ashtu te lista e mbyllur, aty mund të gjesh në të gjithë listën e mbyllur të Partisë Socialiste, ka objektiva të SPAK-ut pafund. Por këtë do ta diskutojmë pastaj në tetor, kur SPAK të kërkojë heqjen e imunitetit. A do t'ia japi Rama apo jo? Do t'ia japi parlamenti. Nëse do ta ketë Rama shumicën. Se nëse do ta ketë Berisha, as nuk e jep fare, se nuk do ta japi për asnjë të maqe, mos ta japi për asnjë të djath. Kjo është katërcipërisht, domethënë e parë me këtë objektivitet. Pra, nëse do të bënim një se si kam parë unë në syrin e një gazetari kronike, listat e të dy subjekteve, Zoti Berisha ruan të gjithë deputetët e shprehur kundra SPAK, për t'i shkuar ati në një vendim parlamentar, qoftë në maggjorancë dhe qoftë në opozit, me vendimet të cilat e pengojnë aktivitetin e SPAK-ut, për kërkesa heqje imunitetesh e tjera, për zgjatje mandati e një tjetër, dhe një listë e Partisë Socialiste, ku i jepet imunitet të gjithë atyre që janë në hetim nga SPAK. Shiko, imuniteti shumë i rëndësishëm.
Ilir Beqa nuk do ishte në burg, po të kishte imunitet. S'kishte për t'ja dhënë kur, po nuk ishte deputet. Erjo Veliaj nuk do ishte në burg, se sot i jepe, po të kishte imunitet. Pse mendon se do ta arrestonte njëri Ilir Metën në rrugë, pse do kalonte imuniteti në parlament. Pra s'pak deri tani ne mund të shohim përveç Qyrbes, i cili edhe vet, pa hyrë fare në ato, edhe vet imunitetin, Arben Hametet ja morën. Tani, duket që opozita mendon që ka bërë një gabim me dhënien e imunitetit të Arben Hametet. Por, janë dhënë me vonesa, ishte larguar nga Shqipëria. Por rasti, vetëm Hameta është, që është kërkuar heqja e imunitetit. Dhe është dhënë. Është dhënë në mënyrë unanime. Po mbase, edhe nga që ishte rasti i parë, dhe për dhënë një ide që ne jemi bashkëpunues me SPAK. Ose ishte shpallë dhe armik brenda organizatës. Mund t'jetë dhe kjo. Nuk e di çfarë qasje kanë patur. Por ky organizata nga kreu organizatës. U shpall armik dhe ju dha menjëherë se nuk ka kuptim ndryshe. Kështu e mendoj unë në logjikën time. Këtu pastaj të gjithë ata të sigurt kemi të PD-ja këtu tani. Po gjithsesi këtu 1, 2, 3 po ta vendosin për Belin Tuliçish për një gjë shumë fare, tjetër gjë domethënë. 2 të parët edhe këta marrin imunitet direkt, edhe 2 të tjerët, edhe këtu 4 kërkesa nga SPAK. Domethënë 4 të hetuar nga SPAK, zoti Berisha, zoti Noka, Fatmir Mediu edhe Belin Tuliçi për një arsye. Mund të jenë edhe 2-3 tjerë, po ato janë për fyerje për dëshmi të reme, në cilat nuk ngrenë në i pesh në logjikën e saj. Por, është shumë herë më e fortë lista e zotit Berisha për t'i dhënë atit një vot unanime për atë që po shprehet qartë. Për SPAK-un? Prandaj Dash Sula po më thua... Po nuk mundet ja jepte. Se do t'i duhet nesër... Ka një qasje shumë të thjeshtë, zoti Berisha. Nuk jam dakord me SPAK-un, ai nuk thot me SPAK, me Artin Dumanin. Ai ka shpallur një luftë të hapur. Tani për të rrëzuar Artin Dumanin dhe për mos i dhënë një mandat të dytë, edhe në mënyrë personale, tani i duhen votat e vetë. Tani po të vinte njerëz të cilët e mbështesin SPAK-un, i bashkohen nesër, si që ndodhi në këtë sesion parlamentar, i bashkohen në një vullnet të tim politik kundra. Dhe kur them që politika është interes, unë mendoj që kur kusht nuk duhet kishte, në një ankes përveç të rinjve, që ai zgjodhi nuk i pati të kishte të rinj, domethënë po themi për unë mund ta them qartazi që doktor Ali Mehmeti nuk ishte shprehur kurrë ndonjëherë, i jepte drejt SPAK-ut apo jo. Më i votuari primareve, i shkrytari i PD-s së Kavajës nuk ishte shprehur kurrë ndonjëherë për. Ka ishin thjesht fytyrat të reja të cilat mund të jepnin një impakt më ndryshe, por duket qartazi që zoti Berisha ka bërë llogarinë jashtëzakonisht mirë. Dhe thotë unë dua grupin tim parlamentar besnik. Po. Edhe kjo është ajo që prevalon në listën e tij. Sa do t'jenë ata të aftë jo për ta thyer ose për ta prishur SPAK-un, se nuk mund të arrijnë dot një gjë që është krijuar, nuk mund ta prishin dot, po për mos i dhënë atij një vazhdimsi.